Me 2 prill 2025, gjysmore pas mesnate, një person është futur në objektin fetar prapa meje këtu në Rahovec dhe ka dëmtuar 2 flamuj që në plan të parë shihet se janë flamuj serb. Në pamjet që ka siguru Kallxo.com, shihet që personi i maskuar së pari e merr një flamur e vendos nën bluzë, ndërkohë një tjetër të përmasave më të mëdha e shqyen. Deri në këto momente që po realizohet kjo kronik, personi i maskuar nuk është identifikuar akoma nga policia, ndërkohë rasti është duke u trajtuar nga Prokuroria Speciale. Prokuroria Speciale nuk ka kthyer përgjigje as pas 2 ditësh pritjeje që kur Kallxo.com ka adresuar pyetjet në lidhje me rastin që fillimisht në raportin 24 orësh u inicua si nxitje e përçarjes dhe mosdurimit. Por policia në Rahovec thotë se po i kryen të gjitha hetimet për zbardhjen e rastit. Pra, me datë 2 prill, kleriku i objektit fetar ortodoks që gjindet në lagjën serbe të qytetit Rahovecit ka raportuar se një person i maskuar ka hyrë në oborin e objektit të kishës dhe i ka larguar 2 flamujt shtetit serb që ishin të vendosur në këtë objekt fetar. Njësitë e përkatëse policore në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit janë duke zhvilluar hetimet intensive lidhur me identifikimin dhe zbulimit të rastit si dhe motivit të largimit të këtyre 2 flamujve. Për momentin nuk është identifikuar asnjë person apo arrestuar. Prifti i kishës ortodokse serbe në Rahovec, Milan Stanojević, i cili e kishte raportuar rastin në polici, nuk pranoi të flasë.